ky kthim i doktrinës Trump, mendoj se do është një leksion përfundimtar, është dëshmi se forca është ajo që determinon rujtjen e paqes dhe se roli udhëheqës i SBA-ve nuk mund të negociohet. Ajo duhet ndodh. Dhe këtë ka dëshmuar me këto lëvizje të fundit. Mendoj se Irani, tani na po ndëgjojmë deklarata të ndryshme, hakmarrja madhe, ku ta diune, në çdo deklaratë tillë. Në çdo deklaratë tillë ai regjim në nënshkruan zhdukjen e vet, uroj mos psoj Irani dhe ju e pat se shifë edhe në luftë dhe në tilla sulme që janë marramense të paimagjinueshme për ne. Operacion jashtë mirë i sofistikuar që vurin mashtrim gjithë aktorët. Ona humanitare. Pra nuk ka dëmtim të popullsisë civile. Superfuqi dhe garanton në esencë mjedisin liberal. Dhe vendohet, domethënë, arritje të godas burimet e kësaj. Pozicionohen siç i shohim me Iranin me Iran. A kanë arsye shqiptarët në numër në rritje siç pozicionohen me Iranin? Të shqetëson kjo në diskutimi publik në rrjetet sociale Berisha? Rezultati kujt është kjo? Shqipe, ka pas një tendencë të një frime antiperëndimore dhe anti-amerikane që ka instaluar propaganda dhe regjimi rus përmes satelitit saj, se atë spirancën ku e lidh interesin e vet strategjik për në Evropë, Rusia e ka, dhe mos harro se dhe Ballkani e ka një Iran të vetin këtu. E Irani Ballkanit në raport me Rusinë është Serbia. Iranizimi i Serbisë është proces që ndodh me dekada, është tradicional. Dhe përmes Serbisë, përmes Rusisë, varësisë së disa shtete të Bashkimit Evropian, është arritur që të zhvillohet ajo propaganda antiperëndimore. Pastaj janë përdorur dhe leva të ndryshme. Në kombin shqiptar është munduar të përdoret leva fetare, religjioze dhe njëkohësisht të qitet parimi i humanitetit para racionalitetit operacional në teren.